të flasim në lidhje me sinkronicitetet apo sinkronizimet, duke qenë se kjo është një term që ne kemi përmendur në disa prej videove tona, por nuk jam e sigurt nëse të gjithë prej jush e dini se çfarë do të thotë. Sigurisht që mund të ketë nga ata që kur dëgjojnë një term të ri, kërkojnë dhe e mësojnë si term, por gjithsesi unë ndjeva e udhëzuar të ndaj me ju perspektivën time, nga eksperienca ime, se çfarë janë sinkronicitetet apo sinkronizimet. Është në fakt një ndër eksperiencat më të bukura që mund të përjetoni, sepse sidomos në momentet kur ju ndiheni vetëm, ndiheni të pauzuar, ndiheni sikur nuk keni dikë aty për ju, ndiheni sikur nuk keni përgjigjet e pyetjeve që kërkoni, keni 1000 pyetje në mend dhe nëpërmjet këtyre sinkroniциteteve, ju në radhë të parë kuptoni që nuk jeni vetëm, sepse një energji, një forcë universale është aty duke u udhëzuar në rrugën e duhur, në rrugën që ju duhet të ndiqni, është duke ju dhënë përgjigje për pyetjet që ju keni, dhe është duke ju konfortuar në rrugtimin tuaj, sado i vështirë apo jo të duket, sado vetëm apo jo të jetë. Dhe prandaj është një ndër eksperiencat më të bukura që mund të përjetoni. Ndoshta e keni përjetuar, ndoshta nuk e dini që e keni përjetuar, sepse madomendja të gjithë e përjetojmë. Thjesht, domethënë, a e dallojmë apo jo, kjo e bën diferencën, por nuk është se nuk e përjetojmë të gjithë. Dhe madje, kjo lidhet edhe me faktin se sa të hapur jemi ne ndaj përgjigjeve. Për shembull, kur bëjmë një pyetje, është si të thoni po bëni një pyetje ndaj një personi, por sa të hapur jeni ju që ta merrni këtë përgjigje? A jeni mendje hapur? A keni gjykime për shembull që çfarëdo që thotë ai ju do bëni me mendjen tuaj edhe pse pyetet? Apo jeni mendje hapur që ndoshta ta dëgjoni me vëmendje këtë person, këtë përgjigje, dhe ndoshta diçka do ndizet tek ju, dhe ndoshta kjo rrugë është më e mirë se ajo që ju mund të keni menduar. E shumë të tjera si kjo. Pra, sinkronicitetet shërbejnë si sinjale që na drejtojnë në rrugtimin ton, si përgjigje të pyetjeve tona. Ne t'japim disa shembuj që ta kuptojmë më mirë, sepse jemi duke folur në përgjithësi. Për shembull, ju shikoni vazhdimisht të njëjtët numra, apo kur hapni telefonin, shikoni orën në të njëjtën orë, si të thuash, por që është në një mënyrë të bukur që ju tërheq, sepse si fillim, ju mund të risheni nga gjërat që janë të thjeshta për të dalluar. Dhe më pas me kalimin e kohës apo duke avancuar në rrugtimin tuaj, këto shenja do të bëhen edhe më specifike, sepse ju jeni gati që t'i dalloni, por kalon për hapa të caktuar. Dhe këto shenja mund të dërgohen nga engjëjt tanë, nga universi, nga çfarëdo lloj force që u besoni, mund të besoni në Zot dhe thjesht të pyesni Zotin, dhe Zoti që u besoni t'ju dërgojë shenja për shembull të ndryshme në rrugtimin tuaj, pra nuk ka rëndësi se çfarë besoni. E rëndësishme është që të jeni të hapur në momentin që pyesni, që të mund t'i dalloni dhe shikojeni si një lojë. Dhe këto shenja pra mund të jenë numrat që ne tham, mund të jenë fjalë në muzikë që ju dëgjoni, në muzikën që ju dëgjoni. Mos se dëgjoni thjesht muzikën, do të thënë se jeni mendje hapur, ajo fjala do t'ju rezonojë dhe do të jetë si një dritë që do ndizet dhe ju do ta kuptoni, thjesht do ta ndjeni që hey, kjo fjala sikur foli me mua, sikur ishte një shenjë për mua, një përgjigje për mua. Në momentin që ju jeni të hapur. Dhe mund të jetë për shkakun nga një bisedë me dikë që ju nuk e prisni, mund të jetë një njeri çfarëdoshëm, një njeri që nuk e njihni, por mund të jetë një njeri që ju e njihni. Dhe pa pritur thot një fjalë, që ndoshta ky person nuk e kupton fare pse e tha, ndoshta thjesht nuk e kupton rëndësinë që ka kjo fjalë për ju, por juve ju ndes një dritë, një llampë në mendjen tuaj që hey, kjo ishte përgjigjja e asaj që unë po kërkoja. Dhe vërtet është një përgjigje që vjen posaçërisht për ju. Mjafton që ju ta kuptoni që është për ju. Dhe e bukura është se ju nuk e shihni vetëm një herë këtë shenjë. Dhe këtu e kuptoni që është një sinkronicitet apo sinkronizim, që janë në sinkron shenjat me njëra tjetrën, sepse nuk e shikoni vetëm një herë. Këtë fjalë mund ta dëgjoni nga persona të ndryshëm që s'kan lidhje me njëri tjetrin. Këtë numër mund ta shikoni në vende të ndryshme, jo vetëm në orë, jo vetëm në tabela, jo vetëm diku apo vetëm një herë, por disa herë gjatë ditës, disa herë në javë. Aq shpesh saqë edhe sikur ju të mos doni që ta dalloni që hey, po e shoh kaq shpesh të numër, ju të bëni kuriozitar dhe thoni pse vazhdoj ta shoh këtë numër vazhdimisht? Pse vazhdoj ta dëgjoj këtë fjalë vazhdimisht? Pse vazhdoj të
të udhëzohen për shembull nga njerëz të ndryshëm për të njëjtën gjë. Për shembull, nëse ju keni një pyetje se më trego univers, Zot, çfarë do që të besoni. Cila është rruga që unë duhet të ndjek, ose çfarë duhet të bëj, ose çfarë të bëj me këtë, ose cilën nga këto dy rrugë të zgjedh, dhe ti jeni të hapur ndaj përgjigjes? Ndoshta do të vinë njerëz të ndryshëm në momente të ndryshme që s'kan lidhje me njëri tjetrin, dhe t'ju thonë që, hey, ti je shumë i mirë për këtë gjë që lidhet me një rrugë. Ti je personi i dur për shembull për të bërë një X gjë. Dhe kështu ju e kuptoni që ky është udhëzimi që ju duhej, që ju të zgjidhni këtë rrugë, sepse këta individ janë dërguar tek ju me një arsye, me një qëllim, dhe kjo është një shenjë në momentin që ju e dëgjoni në këtë lloj mënyre. Dhe ky është një sinkronizim apo një sinkronicitet që ju jam e bindur që gjithë e keni përjetuar. Dhe të rrallë për ju që mund të thonë jo, ndoshta thjesht nuk e keni dalluar. Sepse kjo ndodh vazhdimisht, ndodh çdo ditë, në çdo moment të jetës sonë, të rrugtimit ton. Dhe ta kuptojmë këtë dhe ta dallojmë këtë është gjëja më e mirë që mund të bëjmë ndaj vetes sonë dhe ndaj të tjerëve sigurisht, sepse gjithmonë na drejtojnë në rrugën e duhur, në rrugën më të mirë që duhet të ndjekim, jo vetëm për ne, por për të gjithë. Dhe jam vërtet shumë ndihmuese, konfortuese në momentin që ne nuk kemi një njerëz që t'i kërkojmë një mendim, një ide për shembull. Që ndoshta të tjerë nuk është se kanë idenë se çfarë ne duam apo është më e mira për ne, dhe nuk kemi një shembull që të pyesim ndoshta për këtë rrugtim. Në këtë moment ne thjesht dërgojmë një lutje, ndoshta një pyetje, ndoshta dhe falenderojmë sigurisht, dhe jemi të hapur për të gjetur përgjigjen në çfarëdo lloj forme që ajo vjen. Në këtë mënyrë ne udhëzohemi dhe nuk kemi vetëm, dhe kjo na bën të ndjehemi pakës më mirë në rrugtimin tonë. Prandaj u ndjeva e udhëzuar ta ndaj këtë me ju, sepse është shumë bukur në momentin që ju i dalloni këto shenja dhe i ndiqni. Ju drejtojnë gjithmonë në rrugën më të bukur, në pamje më të bukur, në panorama më të bukur. Nga ana tjetër ju harrova të përmend këtë gjë, që ju shumë bukur mund të qëndroni dhe të meditoni në moment, pra kur shihni gjitha këto shenja, apo kur e dalloni që po shoh vazhdimisht të njëjtat shenja, të njëjtin numër, të njëjtat fjalë, po i dëgjoj. Dhe të uleni dhe të mendoni çfarë duan të më tregojnë, të meditoni, ndoshta thjesht të dëgjoni intuitën tuaj, sepse aty mund të fshihet përgjigja e kësaj pyetjeje. Apo shumë thjesht, ju mund të kërkoni, sepse ndoshta është edhe kjo, mund të kërkoni kuptimin e këtij numri, mund të kërkoni kuptimin e një kafshë specifike që vazhdon paraqitet në realitetin tuaj, sepse kjo ka një shenjë. Mund të jetë bleta për shembull, që vazhdimisht paraqitet, një flutur, një zog specifik, sepse kanë kuptime të ndryshme. Dhe mund të kërkoni për shembull dhe kuptimin e një këngë specifike, një historie, një filmi që shfaqet vazhdimisht, mund të jetë një film që vazhdimisht shfaqet dhe ju nuk e dini pse. Por aty mund të ketë një mesazh për ju, që ndoshta rezonon me ju dhe jo me gjithë të tjerët. Një mesazh tek një film, tek një histori specifike që lidhet shumë me jetën tuaj, me rrugtimin tuaj. Dhe kjo është ajo që do të ndaj me ju. Do doja të njeh opinionin tuaj, eksperiencën tuaj sigurisht. Nëse keni pyetje, jam këtu për t'ju ndihmuar ndoshta të kuptoni më mirë shenja specifike, kuptimin e tyre. Mos nguroni të më pyesni. Shumë faleminderit. Kalofshi sa më bukur. Mirupafshim.